Pendimi është prej veprave më të dashura edhe gjithsesi ditëve. Pendimi është diçka siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që robërit më të dashur tek Allahu xhela ualla janë ata të cilët pendohen. Tash kur ky pendim bëhet në ditë të veçanta të vitit, atëherë e ka atë vlerën edhe rëndësinë më të veçantë, për arsye se besimtari e shfrytëzon këtë kohë që të me thonë kushtimisht të hapë zemrën e tij dhe të shikojë të kaluarën e tij dhe të bëj përmirësime të veta të cilat ka nevojë secili prej neve. Thash që në fillim që njeriu është i krijuar me vetë i mangët, nuk ka mundësi me qenë perfekt. Gjithsesi i nënshtrohet mëkatit, gabimit, tejkalimit, qoftë me veten e tij, qoftë me Zotin e tij, qoftë me të tjerët në përgjithësi, patjetër. Duhet një nga veprat që apo gjërat që duhet ta ketë parasysh është që të ulet në veten e tij, me veten e tij, të meditoj edhe të shikoj çka janë ato mangësitë dhe ato neglizhime të cilat është duke i praktikuar që të pendohet prej tyre dhe ta përmirësoj veten e tij. Dhe kjo praktikimi i kësaj gjithherë është e nevojshme. E nëse e bëjmë pendimit është e hapur gjithmonë. E nëse këtë e bëjmë në këto ditë të veçanta, atëherë nuk ka dyshim se edhe bereqeti i lanjes së veprave të këqija, edhe pranimit të duave, edhe pranimit të pendimit tek Allahu xhela ualla është më efektiv.